pse dhem ka shumë refuzime? Pse shpesh këtë refuzim e marrim si një vlerësim për veten tonë personale? Sigurisht në qoftë se kish me qenë mbranda përmena seancës, detyra ime e parë kish me qenë çka do të thotë për ty refuzim. Që i bjen kurdo që na flasim për refuzimin, secili kemi ka një koncept tonin, mbrandjen ton, çka do të thotë refuzim. Sepse në qoftë se për mua do të thotë refuzim mos më pranu njerëz që unë me pi kafe me ta, për dikan do të thotë refuzim mos me kthy përgjigjen. Përderisa për dikan tjetër do të thotë që mos me i dhon shikimin me sy ose gjanat e tjera. Mi po si ndjenja e refuzimit lidhet pastaj edhe me konfliktet ose me jetën tonë mahershme që e kemi pas. Çfarë ka ndodhur mes meje dhe mes prindërve të mi edhe veç mas çfarë atashimi, çfarë lidhje kam pasur me nanën tem dhe si jam ndijone. Sepse normal fëmijët e parë për shembull që kanë lind kanë prirje më të mëdha që me parë refuzimin si diçka e keqe, përderisa fëmijët që janë të vegjëlit, ata patjetër e kanë me marrë vëmendjen e tjerëve. Kështu që nevoja jonë për me pas vëmendjen e tjerëve, që mos më refuzu, do të me verifiku mirë çfarë po plotson te neve personalisht, sepse normal askush më e rëndësishëm se vetja jote nuk është. Edhe na do të më mësu me kriu kufit ton që çat refuzimin mos me e pa që po refuzohemi. Thjesht nuk është momenti, nuk është koha që na me ndërvepru me çat ndërveprimin që po dojna me u përfshi. Prandaj nuk është diçka që na do të me marrë shumë serioz refuzimin. Na do të me përpunu si ndjen mrena neve, fillimisht me pa çfarë lidhje kena na me refuzimin, çfarë lidhje kem na me personat, çka na plotsojnë ata neve personalisht. Pastaj me pa a është rëndësishëm refuzimi për neve ose jo. Sepse në jetën që na zhvillojna në realitet nuk do të me zhvillu dhe nuk do të me jetu na për tjertë. Kështu që refuzimi po lidhet me tjertë. Jetën, kufit edhe gjithçka na do të me bë për veten tonë. Sepse në qoftë se nuk e bëjmë për veten tonë edhe vazhdimisht e bëjmë për tjertë, kjo nuk është e shëndetshme dhe pra edhe nuk është po ashtu dhe nuk është e mirë. Shpesh unë di me bë pyetje dhe me thonë a kujdesesh për veten. Edhe këtë pyetje sigurisht i baj edhe vetes tam. Kur njerëzit përgjigjen a kujdesna për veten, zakonisht thonë çka po do të më thonë ti me këto. Edhe përgjigjja aty në shpesh është po në veshna, pastrohna, zbukurohna. Veshja, pastrimi, zbukurimet, këto gjëra janë për tjerë dhe nuk janë për ty personalisht. Kështu që do të me i diferencu gjanat. Kur gjanat janë për tjerë, atëherë mirë është me u largu prej tyne dhe me u kufizu mrena për mrena vetës tonë, sepse dush me konë i knaqun me vetën. Pa krejt munësh, po vetë pa vetën tonë nuk munësh. Në refuzimi, sigurisht, si ndjen ata që e kanë dhe ata që e përjetojnë, mundet me ka shpesh edhe ngacmus i ankthit, ngacmus i depresionit tyne, i dëshprimeve që e kanë jetë, po do të me përpunu dhe kjo që te përpunon pastaj të mëson teknikisht në një farë mënyrë që mos me pa si diçka të keqe, me pa diçka si mirëqen, sepse aja mundet me marrë energjinë më të madhe tonë dhe ti mos me qenë rahat pastaj me ndjenjen e refuzimit. A mujna me lidh pak këtë pjesë të trinj, për shembull afërsisht 20-ave me u refuzu, ndoshta mundet me qenë fundi i botës, edhe qysh a ki ndaj këshill qysh trinjt me mbrojt veten prej ndjenjes që ti nuk je i mjaftueshëm? Kur flasëm për çet moshën 20 ose edhe më poshtë se 20, flasëm për çet moshën e adoleshentëve dhe trive, ta sigurisht janë në një kohë ku ata përpiqen me gjetë veten e vet në çet botë. Edhe në kërkim të gjetës dë vetës ose mu përgjigj në pyetjen kush jam unë, shpesh ndodh që njerëzit mos më na e dhanë çato që na e presën prej tyne, ose çka na janë pritjet tona që me marr ndihmën prej tyne dhe kjo i ban pastaj që me pas çato ndjenja të refuzimit, sepse nuk ndihesh pjesë e shoqënisë. Kena të ri që fatkeqësisht nuk kanë shok, nuk kanë shoqe, janë të vetmuar dhe kjo i bën që ata po zhvillojnë ndjenjë mrena për mrena vetës vet. Po me dasht me zgjedh këtë problem fillimisht është shumë e rëndësishme ti me përpunu si ndjen mrena për mrena vetës tonë. Mirë, po na ke nevojë për ndërveprim, edhe kjo kur ti ke nevojë për me ndërvepru me dikant tjetër, me pas shok ose shoqe, pastaj në qoftë se nuk i me kanë ti me ndërvepru, i bjen që kjo nuk ban mirë ty, kjo të ban keq për gjendjes tone të mrenshme. Të rritë mas shumë të evujnë këtë pjesë, sepse në kërkim me u bon dikushi, ata kanë pa tjetër me tregu forcën që e kanë, dijen që e kanë, edhe kush ata janë
me të vërtetë, ani pse edhe vetë nuk e din hala kush janë, edhe në qitë proces ata din pastaj me kanë të zhgënjym, sepse nuk e kuptojnë botën për rreth vetës vetë. Dhe njëkohësisht as ata që janë për rreth tyne nuk i kuptojnë botën e tyne që këta në realitet e kanë. Kështu që kjo i ban që ata me përjetu pastaj vetmin, me përjetu refuzim, edhe me kanë të dëshpërun për kësaj bote dhe me pas kërkesa që me ndryshu. Kërkesat për me ndryshu, pastaj janë me ndryshu ambient, me ndryshu vendbanim, ose me keqja me pësu një depresion tron, e cili kërkon patjetër pastaj edhe një trajtim adekuat të problemeve dhe që aty në ndjenjat, se atë janë shkaktu si rezultati që aty në refuzimeve që personat i kanë përjetu ose i kanë perceptu si tilla.